gardë vërtet për kryetarët partisë edhe ku kryetarët japin përgjegjësi për veprimet e tyre. Po thoni edhe kësaj radhe po e shihni atë frym, atë atmosferë. Po kjo nuk ka ndodhur në parti tjera politike. Thotë janë liderët ata të cilët janë themelues partive politike, madje edhe PDK që i kanë ndruar disa kryetar, pra për vendimet mëdha konsultohen Hag me zotrin Thaçi dhe t'japet përshtypja që ai është vendimar si edhe për zhvillime tjera. Ose s'pa ku thonë disa se po konsultohen se ata kanë mohuar. Na dhojnë prej publikut. Edhe të LDK është në nivel përshtypjes Albert, më fal që po. Jo, LDK ka pas garë, atë përfundojmë atë kur janë rasti mundesh edhe argumentojmë që më na dëgjua edhe publiku. Se shumë zhurma dhe unë s'u dëgjoj kur jam shikues. Ka garë të vërtet, ka ndru kryetar dhe ka pasur kundër kandidat. Edhe kjo do duhet të ishte edhe në këtë kuvend. Është një standard që është vendosur dhe është thonë edhe prej vetë zotri Abdi Gjikut. Është në shifrat më të ulta historike edhe rezultati 2021, edhe ky rezultat pak dallon, dallim i madh në vota dhe duhet përgjegjësi për këtë rezultat. Por nuk po e shoh që ka gatishmëri prej zotit Abdi Gjikut për dorëheqje prej partisë, më shumë po e kërkon një rikonfirmim të mandatit të tij. Ju po thoni se edhe vetë zoti Abdi Gjiku që po ofron dorëheqje nuk e ka seriozisht apo si? Ai nuk e ka dëshirën që t'jap dorëheqje. Do të ka fol disa herë si kryetari i LDK-s për proceset që janë të rëndësishme për vendin si zgjedhja e presidentit dhe një kryetari i cili po ka synim të jap dorëheqje dhe t'jap përgjegjësi nuk mirret me këto çështje. Por do qëllimi i tij është që të mbetet. Dhe kjo që u tha sot, e para nuk jam i thari këtyre takimeve të ngushta të partive politike. Ka pas VV-ja 10 që janë mbledh, kjo pak një grup më i gjanë. Partitë politike kanë strukturat, cilat kanë përgjegjësi dhe aty duhet të jetë vendimarrja dhe llogaridhënia. Edhe pse kemi parë se edhe herë të tjera ka pasur një forum të tillë për vendimarrje, që ndoshta nuk është krejtësisht formal, se nuk është kryesia, janë edhe kryetarët e komunave që kanë një peshë dhe thëritën në... Po, ata janë edhe të përfaqësuar kryesit kuvendit. Personalisht jam i thar, nuk është gabim, por personalisht jam i thar që të respektohen institucionet partijake aty ku japet përgjegjësia dhe cilët kanë forcën vendimare. Se mos mi qit organet para akteve, cilat janë kry prej grupeve ngushta jo formale brenda partive politike. Me statut LDK-s thotë kuvendi ka 355 delegat, cilët me shumicën prej tyre zgjedhin kryetarin e partisë, por nuk ka në statut LDK-s që aprovojnë dorëheqje. Mundet kryetarit kërkoj mocion të besimit dhe atëherë ndodh një gjë e tillë, por jo që t'i kërkohet aprovimi i dorëheqjes. Nuk e parashë statuti LDK-s dhe nuk mendoj që është mënyra e duhur për mju adresu, për shkak se një kryetari i cili është në detyrë, është shumë vështirë që të ketë një garë vërtet hapur me kandidat tjerë cilët mund të kenë ambicie, se e bën shumë atë vështirë edhe kandidimin. Mendoj që këtu e rrugës do të ishte që të ketë një dorëheqje, nëse jo mocion mosbesimit. Edhe pse a ka qenë paka shumë e njëjtë situata me zotin Isa Mustafa dhe Fatmir Sediu? Ajo ka qenë e njëjtë, por jo në herën e fundit ku zotri Isa Mustafa tërheq, për shkak se e kishte një mend që tërhiqen nga partia dhe hapi... Isa Mustafa një ditë pas zgjedhjeve e hapi garën. Po them kur kanë shkuar atë botë në kuvend, e kanë bërë edhe fushat. Po, ishte me pasoja të cilën ndodhen ndarjet partisë. Por rrugës do të ishte të ketë një kryetar i në detyrë, i cili do të ishte një person ma shumë teknik, të administrante procesin e zgjedhjeve, të hapet gara për kandidatura për ata cilë kanë ambicje për kemë për krejnë në LDK-s. Po, nuk është kjo, të kthesh mrapa, ti pëtësh a keni ndonjëri prej juve. Ke ftesë, unë e poshtë si ftesë, ke ftesë? Jo, nuk është ftesë. Nga antarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës? E rrugës, çfarë do të ishte tash, kjo është e para ne po flasim për fundit ju ta kanë partive politike, njerëz që janë përfaqësuar aty, e kanë votën e delegatëve dhe i përfaqësojnë. Është çështje komplet partijake. Unë po flas çfarë unë personalisht konsideroj që do të ishte e dur dhe shëndetshme për demokracinë brenda partijake. Një kryetar pa ambicie për të garuar, i cili administron një proces zgjedhor të LDK-s, pa një hezitim të madh, për shkak se mendoj që LDK duhet të jetë shumë e qartë kush duhet t'i përfaqësoj, cili do të jetë synimi i tyre, ideologjia atyre jo vetëm në letër, po ajo përputhet edhe me veprime, edhe me program dhe LDK ta rigjej veten. Nëse ata nuk e rigjejnë veten me manovrime të cilat janë harnime të momentit, nuk mund të lëvizin nga vendi i tretë e lartë. Zoti Balaj, ju pasoni se... E para me Albertin se për në alësaj LDK-n që ka demokraci të mrenshme, ju s'po besoni që ka? E tha në nivel të përshtypjeve që
në raport me partit tjera politike, kështu shkëlqen LDK-ja. Është e vërtet, vesh. Megjithatë, mendoj që s'është e vërtet sepse nëse analizojmë kuvendet e gjitha partive politike, del që LDK-ja është e vetmja që ka hap. As PDK-ja, as AK-ja, as vetëvendosja. Vetëvendosja madje ka qitë kryetar të një parti, ka qitë një njëri cili në fakt kur u ardhë vakti me hypë në pushtet më njerë. Okej. Në rregull. Është Lumiri është Benjamin Isës, dhe më thonë ka qenë i projektum për Isës me qenë, edhe deri vonë ka qenë një farë marionete e Isa Mustafës. Deri vonë në qëfar periudë? Kjo është përshtypje, prapë. Okej, po dhe? Po mu akuzon për përshtypje, po folë me përshtypje, unë fola me fakte. Argument, çështja tjetër është që po mendoj që është kjo hipokrizi, kështu, nëse i referohemi me terma moral, kjo që që po prezentën Lumiri sot, po kërkon legitimitet prej strukturave të LDK-s. Pse është hipokrizi? Më lutni të jem në kryet LDK-s edhe për një mandat. Do të thonë, fakti që një farë shantazhe, unë po dho dërheqje, po ofroj dërheqjen është një kërkesë e tina e amplifikume për me vazhdu me qenë në kryet LDK-s. Tjetër argument, po mendoj që ardhja e Lumirit në kryet LDK-s kështu është përjetu për strukturave tyne si një farë mesia, një farë shpërtimtari i LDK-s. Megjithatë ne mendoj që qysh s'ka qenë Isa problemi i LDK-s, as Lumiri nuk është, dhe më thonë, zgjidhja e që atyne problemeve që e karakterizojnë LDK-n. Dhe më thonë, nuk reduktohen problemet e LDK-s në figurat të përveçme. Cilat janë problemet? Problemet janë struktura organizative dhe ideore saj. Dhe më thonë, kriza e mendimit politik. Si rezultati kësaj krize, i mbungon... Atë jemi pak me konkret kur fjallë. Kriza mendimit politik, shka në kuptoni me krizë mendimit politik? Ka, dhe me thonë, probleme, s'ka taban ideologjik. Dhe me thonë, shpesh herë ka pas diskrepancë me disa saj që qysh pa ndehet LDK-ja si e djathë dhe dhe me thonë, ka prezentu program ose ofertat të cilat janë të proveniencës së majtë. Çdo mos në programin. Si rezultati i kësaj krize të mendimit politik LDK-s, ka edhe deklarata e Lumirit më radh që tha na duhet një president jo politik. Do të thonë, që kjo është simptom e stërkeqjes së LDK-s, e stërkeqjes ideologjike. E ki me kushtetut presidentin jo politik. Jo. Ti tërkon në problemi. Jo problemi se politik është, do të thonë. Jo partijak. Jo partijak. Që kjo do të thonë dallimi i madh është jo politik dhe jo partijak. Vetëm krahasuar me subjekte tjera të etabluara politike në Kosovë, pa zgjedhje, si se përmendi zoti Krasniqi. Jo një batak, njëjtë, domethënë. Po ka pas garë, nëse mund të themi se s'ka pas garë, në LDK ka pas garë. Në cilën parti ke pas 2 kandidatë serios për ta marrë që janë dalë dhe janë votuar në vota delegate përveç LDK-s. Në cilën subjekt politik kosovar. Dhe kjo LDK ka ndodhur më shumë se një herë. Ka ndodhur vazhdimisht. Ka ndodhur, po çush ka ndodhur? Do të thonë mos e harro 2006-ën, çush ka ndodhur? Po pikërisht. Jo, po. Jo, pasojë e mungesës të demokracisë ka ndodhur. Jo, si pasojë, po, sepse ka dalë zotëri sepse është projektu për i rrugove, zotëri Fatmir Sejdiu, është pande si pasuesi tina. Atëherë pse se bën uk rrugoven, atëherë pasus ti, nëse po flasim kështu se po shko ka në LDK, kush është kryetar të ale tjetërin. Se kish bo. Jo, po, a fitoj Isa Mustafa e mundi kryetarin. Po, nej, po. Në asnjë parti politike s'ka pas dërheqjet kryetarëve që ka ndodhur në LDK. Në asnjë parti politike nuk ka pas garë ndërmjet kanë 2 më shumë kandidatë se në LDK. Sidomos gara e fundit e Lutfi Hazirit me Lumirin ka qenë me kriju për shtypjen që po demonstrojnë demokracisë. Halo efekt. A keni informacion apo është? Ata kanë dalë në vota delegate. S'ka, vetëm bazohemi në diçka. Edhe Lumiri nuk ka qenë marionete Isa Mustafës asnjëherë. Isa Mustafa e ka lënë të lirë procesin, kanë zgjedhur delegat, kandidat janë ballafaqu, është për Kosovë LDK është shembull i demokracisë brendshme. Një deduksion logjik, ka qenë bashkëpunëtori tina në Shahalidhje. Gjithkohës edhe ka qenë Benjamin i Isa Mustafës, sekretarit që është respektu ma shumë për strukturat LDK-s. Zoti Abdullah Hoti a ka qenë në unison mendime me zotin Abdiziku dhe ai ishte kryeministër me propozim të Isa Mustafës. Po, ka shumë Benjamina, si ka veç një. Shumë pas ka, okej. Që me thonë që në LDK s'ka demokraci është pak